Për aleancën ushtarake të shekullit të kaluar nuk firmosën dokumente. Shqiptarët luftuan në Kroaci, kur ky shtet u sulmuan nga Jugoslavia e Miloševićit. Edhe kroatët ndihmuan shqiptarët e Kosovës kur luftuan kundër regjimit të njëjtë në Serbi. E në mileniumin e ri, aleatët e moqëm e zyrtarizuan bashkëpunimin me dokumente. Për këtë, shtrënguan duart ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kosovës e Kroacisë. Për shkak të gjeopolitikës, duam të kemi bashkëpunim në rajonin tonë, duke pasur parasysh rreziqet që janë prezent dhe situatën që po ndodh në Europë, duke ju referuar edhe Ukrainës. Jemi duke menduar edhe për të kaluarën tonë, e cila nuk është shumë e largët. Për këtë ujdi u tha se nuk është kërcënim, por një mesazh për ata që synojnë të kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Një ndër pikat kyçe të këtij dokumenti është që Kroacia dhe Shqipëria bashkërisht do të angazhohen në vazhdimsi për mbështetjen e Kosovës në proceset e saj të integrimit euroatlantik. Niko Qiri Vengu theksoi edhe pika tjera të kësaj marrëveshjeje. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes, ringritjes së industrisë ushtarake, dhe nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne të bashkëpunojmë edhe më thellë, edhe më gjerë. Pika e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin që forcat tona të armatosura duhet të zhvillësojnë, qoftë nga këndvështrimi i stërvitjeve, që nga këndvështrimi i modernizimit të kapaciteteve. E kjo ujdi hap rrugë që edhe vendet të tjera t'i bashkangjiten kësaj përpjekje të përbashkët të tri shteteve për paqe, stabilitet dhe më shumë siguri.